Okej, atëre grupi i entuziastëve në qoftë se ka dikush ndonjë pyetje të ngrej dorën ose diçka dhe të pyesi, meqense jemi shumë veta. Kush do pyesi? Bruna ti kishe? Okej, je muti dhe nuk të dëgjoj. Në rregull? Atëherë, pyetja ime është, pak Po. më parë u tham që neve tani po mundohemi të lidhemi me qenjet më të larta se sa nga ato qenie që kemi mësuar dhe që na kanë mësuar fet, që është Zoti, është Krishti apo të gjithë këta që kanë zbritur në tokë dhe atëherë, ata që janë më lart se këta dhe neve deri më sot jemi për ulur këtyre që na kanë mësuar, Krishtit, këto, neve kemi bërë gabim, do dënohemi për këtë gjë? Shiko, Jo, në e qoftë se kam fjalën, do me thënë, nuk na quhet asnjë gjë, se ne deri tani me atë mendjen tonë dhe dinim që ishim në rregull, besojmë tek Zoti, bëjmë këto parimet dhe jemi këtu në rregull. po. Atëherë, po pas ka diçka tjetër më lart, për të dalë nga cikli, duhesh njëjtur me këtë që po mësojmë këtu tek Lotus Ocean. Po, tani puna pyetje shumë mirë. Po, pyetja ime është si do rezultoj kjo gjë që kemi bërë ne deri më tani, Po, sepse ne faktikisht me shpirt edhe me zemër tek Zoti jemi. sigurisht. Prandaj dhe kemi ardhur këto te WhatsAppi. Aha. Okej. Shumë pyetje e mirë. Dgjoj, rreth par kjo për donuar ose kjo gjëra nuk është se do e them unë edhe do bëhet është diçka qenie të larta, është universi që vendos dita e gjykimit ose këto gjërat. Janë qenie të larta që kanë inteligjencë, ata vendosin dënimi ose krimi karmave, ose lidhjet karmike ose karmat që do paguajnë në këtë jetë ose në jetën tjetër, për shkak të këtyre veprimeve që ti përmende. Tani puna është që, domethënë, ne na kanë mësuar që kur kemi qenë të vegjël apo jo fet, që kur edhe fet ka mësuar që të lutesh apo jo. Nuk të ka mësuar ta lavdërosh. Ndonjëherë në përkisha dhe këndohet lavdërimi i Jezusit apo jo, e gjëra të tilla. Por lavdërim për kulje shërbim nuk ta ka mësuar në për fet ose në këto vende. Dhe është një energji që edhe fet, për shembull Jezusi simbolizon, është ka shumë gjëra, nuk është vetëm ka një njeri, është dielli për shembull me 12 dishepujt e tij që janë 12 shenjat e horoskopit. Është Zeusi, është bërë Jezusi, pra është shumë e thellë gjëra. Edhe Allahu ka një gjithmonë të gjithë këto shkojnë, po ti shkosh më thellë, është ditori vedike, po është një pjesë e saj. Sepse nuk mund të krijosh një fe pa u bazuar tek diçka. E vërtet, sa do i vogël të jetë, por diçka është, okay? Për shembull, të krishterët kanë ditën e diel apo jo shkojnë në përkishe ose këto, po e diela është dielli. Por ty nuk të ka mësuar që është dielli që po, domethënë, po i falemi ose po i lutemi. Kush të ka mësuar? Ka thënë vetëm që është Jezusi apo jo? Por po të përqendrohesh te natyrat e diellit, për shembull të dielën, atëherë ajo do të bekonte, po. Po nëse ti lutemi statujave që nuk të kthejnë përgjigje në fe, ose në Mekë apo ku diun. Fe të ndryshme, domethënë murit apo ku diun hebraik. Domethënë nuk është qenie e lartë, shkurt muhabeti quhet natyra. Ose një qenie e lartë që mund të vijë e zëm, profet apo një avatar, që ose vjen dallohet vetëm nga lidhja e kësaj qenie me natyrën, domethënë sa i përgjigjet natyra. Do ky qenie e lartë thot një fjali, ajo manifestohet. Atëherë do thotë është qenie e lartë. Për shembull do të dalë ylbe ose krijon tinguj të ylbe, ka ditori, pra natyra e respekton shkurt muhabeti, një qenie të lartë. Si ishte pyetja tamam? A u përgjigjem besoj? Po, edhe në qoftë se domethënë e bën edhe në shtëpi këtë se të bëjnë këto ritualet e tjera të krishterë, ose falen në shtëpi, ose ndezin qiri në shtëpi pa shkuar në kishë apo në xhami, i bëjnë dhe këto në shtëpi.
thjesht duke ju lutur, për shembull ke një problem, i thuhesh të angjëllit tënd mbrojtës që ke emrin e që je vaftisur, si i thënë, pagëzuar, e emrin e kuptoj. pagëzimit. Po. Ashtu dhe. Po nuk ka Unë nuk kam ka biologjia ëngjëll dhe që kam. nuk ka ëngjëll që të mbron Mm, për interesat, domethënë për dëshirat. E po. vetmja gjë që të mbron është veprimi yt i sakt i duhur në kohën e tanishme. Tanishmja do të thotë nga tani në përjetësi. Atëre natyra të bekon, nëna jote natyrë, elementet e natyrës që janë ëngjëjt. Okej? Mund të flas Qenit e larta sepse një qenie e lartë që është në parajs, nuk do vi këtu dhe ose Krishti që thuhet do vi këtu të pastroj mëkatet që kemi bërë neve, ndërsa neve do rrim rehat. Ti lutu ose Afrodita, mund të flas. Por domethënë veprimi yt, lidhja jote me natyrën ose me një qenie më të ditur se sa ty, ajo mund të shpëtojë, po. Pra natyra është, kemi thënë, qenie e lartë. Nuk po? Bravo. Pra pikërisht, bravo. Pikërisht këtë do thoja. Super. Se është si një pasur që mund të ketë shumë lekë dhe gjithmonë i vetë afër, e merr me të mirë, ti kërkosh, e ka një stigmi, me fjalë për një kohë kështu do thoj ç'a bëj. Me fjalë më vjen për interes afër. Duhet si ta shpjegoj tani. Po, është pikërisht. Pra, lavdërimi i një qenie, kur ti lavdëron një qenie të lartë që është vërtet e lartë, por ti lavdëron një gjë që shikon. Vërtet, diçka që shikon diçka e vërtet, edhe po e përjeton me sytë e tu, me shisat e tua, po vjen në funksionim, po e shikon dhe po e lavdëron dhe po thua diçka të vërtet, automatikisht është mantra. Dhe ajo të shpëton, ajo të pastron karmat, ajo të bën të evolosh. Kurse kur lutemi, kërkojmë vetëm dëshira, kemi thënë. Lutja nuk është e mirë. Lutet, ulet. Ulet, lutet, të ul. Se kërkesat ndaj qeniet lartë do thotë, "Hey, Zot, shiko tani. Ja ku i ke listën e dëshirave të mia, gjë që i mësojmë kalamajve këtu në Europë apo jo? Të kërkesh një listë që t'i plotësoj Santa Claus. Claus, ëh? Domethënë, lagu vitit të ri apo ku diun, që është fakt lindja e Krishtit, që do thotë lindë dielli me 21 dhjetor. Dhe domethënë i mësojmë që dëshirosh dëshira, por nuk është mirë të kesh 100.000 dëshira dhe nuk e di të fare, domethënë që dëshira më e madhe është fakt evolosh dhe të rrisësh. Pra, kur neve i themi urdhra Zotit na plotëso këtë, është lutja në përgjithësi. Dhe lutja bëhet në heshtje, në përgjithësi, në përshpira apo ku janë. Lutem, ulem me duart kështu, sigurisht që kështu. Afrodita, lavdërimi është ajo që të pastron, të evolon. Okej, po. A mund të flas? Unë mendoj Afrodita që... Po, një sekund, Ylka, po? Po. Unë kam bërë një analizë dhe gjithmonë nuk më kanë pëlqy, domethënë, jo që s'm kanë pëlqy, i kam respektu fetë, po nuk e kam pasat bindjen të plot që me atë rahatin shpirtërore për fetë. Këtu shumë mirë ti e spjegon, po unë po e spjegoj në atë formën time. Fetë, domethënë të lutja, krejtë në rregull ti e ban lutjen mirë, po është sikur me qenë diçka në të ardhmen ose në të shkuarën. Jo konkretisht. Apo din. Mirë, po këto diturit vedike je edhe ki prezencë, edhe ki... E shikon këpo, e shikon me sy, apo natyrën shikon. Do me thonë, nuk është pjellë imagjinatës. E prek të vërtetën. Edhe neve, si qëllimisht, na kanë largu prej kësaj, do me thonë, na kanë hipnotizu ose na kanë hutu, që të fjeni në botën mendore. Po, për me ikë të vërtetës, edhe gjithë thonë një vetën, edhe feja e krishterë, mirë po prapë t'ka, do me thanë, në një formë tjetër, t'ka silë për me t'largu prej vetes. Po, sepse dhe këto, shiko e the shumë bukur, do të njihni të vërtetën, dhe vërteta do t'ju bëj juve të lirë, thuhet në Bibël. Po. Okej? Tani këtë thënie që ka në Bibël janë marrë nga gnostikët, janë marrë nga gjërat që kemi më përpara.
Përpara se të krijoj krishterizmi, kanë qenë gnostikët, gno. Po, edhe Gnostikët Jezusi, përpara edhe atyre pra vedikët. po. Okay. Edhe mund të flas tash? Tani Edhe keni orarin e pyetjeve, kush ka pyetje më tepër? Edhe Jezusi, veç që të deshta me thonë, ai në fakt e ka njohë vetveten edhe ka pas lidhje direkt me natyren. U tha, u bë. Mirë, po njerëzit në formën tjetër, se dhe Jezusi është një lloj drite, një qenje që ka qenë më e lartë se qenjet tjera. Jezusi është shumë gjë e thellë për t'u sqaruar. Të thash një interpretim është dielli, që ka 12 dishepujt, 12 shenjat e horoskopit. Jezusi, Zeusi lidhet me Jupiterin, sepse Jupiteri Brahaspati quhet mësuesi i perëndive, lidhet me lidhet me vajin Kristos. Vaj do thot në qoftë se vaj ose ngjingjitet në për çakra dhe pastron, edhe ajo është Jezus, domethënë Jezus një qeni që evolon. Jezus mund bësh, çdo njeri mund bëhet Jezus, sipas termit në këtë aspekt për shembull. Në qoftë se ti evolon, pastron çakrat, hapësirën e tretë, etj. Ardhja e Jezusit është thjesht ardhja e avatarit. Po, pyetje tjetër? Po. Nuk e dëgjoj, e mutet ai që po flet. Afrodita. Po? Ka të pyetja, nëse neve le ta thonë kafshët matët e shtëpisë, të qenjtë, i putin, i ulin frekuencat tona, duhet i leratojmë kafshët, të japim dashurinë? Okej, do të kemi një ndryshim midis lavdërimit, do të thotë të lavdërosh një qenie të lartë për gjërat cilësi që i ka apo jo. Okej? Kurse kur bëjmë për shembull që the në fillim, i thash një kompliment asaj këngëtares, pra ajo është kompliment. Ka një ndryshim midis komplimentit, është diçka që të duke lezetshme, kurse lavdërimi është diçka, është një qenie i lartë që ka bërë diçka dhe ti po i lavdëron për atë që ka bërë ose për atë që është. Okej? Një maces ose një qenie ose kështu, në qoftë se themi gjë shëlezetshme ose një kalamani. Po. Është diçka, është okay, është një kompliment, por nuk është lavdërim. Por nëse ne bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, ti je zemra ime, ti je shpirti im, i themi maces. Apo kafshëve? Qenit, po. Atëre quhet kalon në lavdërim dhe nuk është mirë qenë, kafshët janë një nivel më i ulët se sa njeriu. Edhe macet dhe qenë që mbajmë në shtëpi është mirë për macën dhe për qenin, sepse ato mund në fakt në jetën tjetër, para se mbarojnë këtu, mund të lindin si njerëz, sepse janë mësuar me njerëzit me gjëra, i kanë shkollë. Ledatime mund të jetë, po jo domethënë të jepesh maksimalisht. Ti jepesh tërësisht, ta bësh si fëmin tënd apo ku diun. Ose ta bësh si vetja. Afrodita, të bëj një pyetje tjetër. Po, neve jemi mësuar, të thash, sigurisht, nuk është do t'i ofendojmë të tjerë dhe do i themi fjalë të këqija, ose edhe kafshëve, sepse kemi thënë çdo qenie, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Qoftë për t'i ledatuar dhe qoftë për t'i ka dhe saj që i rrafin, apo ku diun. Kafshët. Po, e kam dashurinë me të rrafin. Për shembull, apo ku diun, do të kemi parasysh, kur dim ligjet hyjnore dhe rregullat, atëre do merresh me qenie të larta. Po. Kush e çfarë? Afrodita, të bëj edhe një pyetje tjetër. Goca me Kaçurila. Po jemi muti kemi një që pak. Po? Po i mirë apo i bëjmë keq? Sepse neve nga dashuria të gjithë bëjmë themi kalamajve, po, sepse janë të pastër, nuk e arritur, nuk janë të fliqur si të rritur. Janë po kanë energjinë e Ganeshës, që në fakt nuk e kemi sqaruar, por në seancat e avancuara kanë energji, kur lind ose kur je fëmijë nuk mban mend për shumë çka ke kaluar. Pra ke atë energjinë e pastër, atë është okay. Por më e mira sigurisht i mësojmë dhe ata që të fillojnë të përqendrohen tek natyra,
te këto gjëra të sipërme. Nuk po them se nuk është keq, nuk është se është gjë keqe, por rregulli kështu është. Rregulli është, pra ti nuk evolon. Je okay, rrej aty, nuk evolon kur lavdërojnë prindrit apo kalamajt. Okay? Jo paralel, do të thotë se natyra dhe këto dëshirat e larta, do të thonë janë në tjetër nivel, por neve kemi pjesë të ditës që nuk i do të do të thonë ato humbi e di, por po pastaj edhe ka dhe shprehje, atë që ta bën fëmia sa bën as perëndia. Po, mos e vërtet. E di, shqiptar, ne nënat shqiptar të dhënë pas kalame. Por unë po them atë që është e mirë për gjithë njerëzit në botë. Okay? Sigurisht nuk do t'i shajnë kalame, do t'i bëjmë ata që janë për atë që kanë. E kështu, por ti kur merresh ti me evolimin tënd vetjak, okay? Do fillosh të kesh një balans. Nuk do marrësh kot vetëm fëmia im është kështu, çuni im është kështu, etj, okay? Do kesh një balans. Kjo do thotë ke balans, qëndrëzim, vetdije. Madje më jep dhe shembull shumë mirë dhe fëmijëve. Sepse të njëjtën gjë fëmijët kur rriten do e bëjnë. Ne shqiptarët kur rritemi apo jo kalamajt siç kanë bërë prindrit tanë. Do thënë, nëse kjo është gjë pak e vogël, por e morën vesh. Gocat, po, kush e kishte? Kam bërë disa kërkime për epokën Kaliuk, domethënë për ditërinë vedike, dhe aty jemi shumë disa shifra që thoshte nuk duhet të marr literalisht me ato shifra që ishin 1000 etj, por kishim rënë dakord të gjithë që ishte në 2040. Dhe po e kam parë unë atë videon që po thuati. Po, pyetja ime ishte kjo që ne po evolojmë për të përgatitur për epokën për ditën e gjykimit apo po evolojmë për diçka tjetër. Dita e gjykimit ka filluar që në 2020. Epoka e gjykimit. Dhe deri në 2040 do vazhdojë, do bëhet më thellë. Shkatrime natyrore, presione psikologjike më shumë tek njerëzit, manipulime, por edhe evolime, varet nga dëshira dhe rruga që bën njerëzit. Tani epoka Kaliuk të thash ka 5000 vite. Dhe tani po mbaron. Dhe jemi në kalimin nga Kaliuk, që epoka e errësirës, do vi epoka e artë. Do vi e mira. Por njerëzit nuk janë gati. Njerëzit nuk dinë diturinë vedike. Epoka e artë do thot epokë vedike. Okay? Njerëzit të qëndërzuar do jenë të lidhur me elementet e natyrës, do rriten shumë vetdije, do merren me veten, do hanë ushqime të duar, do bëhen shumica vegetarian, ato që do jenë epokën e artë. Në epokën e artë s'ka mish. Për shembull, pra tani jemi në tranzicion. Janë vitet shumë të rëndësishme për njerëzimin dhe në fakt janë shumë të vështira. Prandaj siç po i shikojmë inteligjencë artificiale tani, apo luftrat, jo po gjërat, jo po do ndodhin shumë ndryshime, biles do të vinë më shumë. Po? Okay? Po kjo që thonë disa veta do jetojmë në një epokë 5D. Çfarë kuptimi ka kjo? Jo, ato janë mashtrime budalliqe pastaj. Në 3D do janë. Bota këtu është 3D. Ajo thjesht 5D dhe kjo do thotë që toka po rrit vibracionet e saj. Prandaj kur një avatar vjen, apo jo ngren tokën. Në mitologjitë ose kemi edhe tek eposi krishnikëve, muja që ngren malin ose Krishna që ngren tokën, domethënë simbolizon rritjen e vibracioneve të tokës. Pra në tokë nuk do pranojnë në të ardhmen, kur vjen epoka e artë, nuk do pranojnë të lindin kushdo. Do pranojnë ata që kanë respekt për tokën, pra nuk do të trashëgojnë të gjithë tokën. Do të trashëgojnë ata që lidhen me tokën, shkur babeti. Ata që meditojnë. Në epokën Kaliuk kanë lindur qenie këtu në formë njeriu. Nuk janë gjithë njerëz, në kuptimin ka dikush që ka ardhur nga një botë më e ulët,
Ka dikush që ka ardhur nga ferri, ka dikush që ka ardhur nga lart, ndonjëherë ndodh. Ka dikush që ka qenë këtu shumë gjithë mi pek reinkarnacion plot herë. Pra jemi të ndryshëm, dallohen ata njerëz? Lloj tjera, shkurt muhabeti, kurse në epokën e art nuk do pranohet. Prandaj njerëzit duhet punojnë tani që të meritojnë edhe për tokën, për të pranuar. Po. Si kupton njerëzit që kanë ardhur nga ferri? Jo. Jo. Domethënë jemi neve që kemi qenë më përpara. Që janë në ferrë? Po. Për dita të seancat kemi vazhduar mirë atë parë. Kena su mirë. Nga gjyshi apo të parë. Dhe biseda tonë po këtë se ne po flasim për ditë për ditë, jam duke ja shpjeguar pak babait tim. Më tha vetëm diçka. Unë dua shumë vazhdimisht, sepse më shkonte shumë të vendosur në gjërat që ja shpjegoja. Dhe ja kemi të Po? Më tha diçka, që nga gjyshi që predikonte fen apo të gjitha. Ti ka mundësi që nëse unë nuk shikoj diçka që është rrisja, një shpirt i mirë apo një njerëz shumë i mirë, që kemi jo shumë të mirë, dhe nuk e kemi si do të shikoj ime pa ta përtektoj që të gjitha këto gjëra apo karmat e mira që do bëjmë në dorë i lindin përsëri, qoftë një botë tjetër më të lartë apo si do arri unë ta konceptoj dhe pastaj të nuk ishte u të në të botën e S'ka gjë. Po. Tokën. Telefon për tokën, duke më prodhime, duke ju pasur. Unë poste basta, vërtet që ky njeriu mirë, predikus ka që mirë për rap, për Zotin, për gjitha, nuk e di për të dhe isa komplet këtu në direkt të ta bëja, po. Jemi mësuar në lloj pyetjesh. Të mundohen se bën apo të gjitha ne që dëgjojmë apo fëmijët tanë, eci në rrugën e dur të kampave të medikim, të përullë të vërtetën aty të botë. Po, nësë mba Ti po flet për reinkarnacion, apo? Babai s'ka bërë qëndërzimin, kështu që duhet e kupton? Ka padur. I kenë ka qenë në zonat thellë në malet tona në Vëris, po e thënë vendin. Ka padur dikush më përpara kanë qenë shumë të lidhur me natyrën. Edhe 100-200 vjet më përpara nuk kanë qenë ata që jetojnë në male, domethënë që s'kan zbritur poshtë. Për shembull ka qenë disa njerëz që na kanë treguar historitë, po i themi ku, po janë shqiptare, që dinte për shembull ai e dinte që kur do vdiste. Edhe po nga lidhja me natyrën, okay. Dhe shkonte i takonte gjithë njerëzit, i takonte njerëzit dhe falim mirë njohje për këto që më ke dhënë jetë. I takonte gjithë dhe mbaroi ikte. Kuptohet në natyrë është tjetër, jetë trupin. Nuk ka spitale, këto gjëra që mësuar neve civilizuar e gjasme. Por ti po flet për reinkarnacion, rimi shërimi, okay? Rimi shërimi sigurisht ka disa, është një koncept i ri për disa, sepse ti nuk e di dhe kur sa herë lindim, reinkarnacion domethënë mund të kesh shpirti vjen është një njeri për shembull, edhe largohet shpirti, që do të thotë vdekje, trupi përjashtëm nuk e funksionon më, edhe shkon në bazë të veprimeve që ka bërë, pra karmave, vendoset trupi jeta tjetër. Okej? Rimi shërimi do vendoset trup, do lindi për shembull në një etj. Ka qenie që merren me këtë punë, quhen qenjet e yama, dituria vedike thot biles, ku është departamenti ku shkon pasi mbaron këtu, është departament, do shkosh, do gjykohesh dhe do lindesh prap. Në atë vend,
vend që është më mirë në fakt për evolimin, sepse universi është shumë më shqiplot. Tani kur ne lindim, ti nuk mban mend asgjë. Okej? Dhe mi shqyr. Sepse në qoftë se ti do mbaje mend gjërat që ke bërë më parë dhe ndodhesh këtu brenda në një matrix, sigurisht nuk kanë qenë shumë të wow. Okej, të gjithë kemi karmë. Nuk po them se jemi të këqinj apo kodion, do me thënë, mirë është që shqyqyrë si mbajnë mend. Ka njerëz për shembull këto past life regret që shikojnë jetën e kaluar, unë nuk i rekomandoj fare. Mos i shikoni, sepse do të shkosh tek e kaluara, do kujtosh hallet edhe gjërat, është plot gjëra negative. Në vend që pra dituria vedike thot përqendro tek e tanishmja, këtë trup që ke, këtë jetë që ke, puno me tanishme, çka ka që më përpara ka marru, se kthen dot. Por ti tani ke një fuqi të madhe, sepse ti mund të krijosh të ardhmen tënde, prandaj mantrat shërbejnë shumë. Themi, unë dua një të ardhme të mirë, çdo veprim ka një pasojë. Apo ja ndihmojnë këto apo ja fusun kot? Ndihmojnë shumë këto, Afrodita. Të gjitha këto gjërat që na mëson njohuria vedike, bëjnë që njeriu jo vetë. Moj se ti ku internet tani që po thoi gjëra të rëndësishme, moj bukuria. Humbi linja. Po? Në për të vëndet e mira, te që si thuan këto... Po, vëndet e shenjta. Që ju lutemi, për shembull, ai... Është vetë natyra e gjallë, që Zoti e bën njeriu të bën që ne të lutemi. Atëherë kur shkojmë tek këto te qet, për shembull tek mali të morit, në ditët e sotme, e ç'a bëjnë ato? Marrin lek, therin qinj, therin kafsh, bëjnë kurbet, apo jo? Në ditët e sotme. Edhe ne i falemi, i japim më shumë lek që do na shërojnë, ndërkohë që ai është mbushur plot me karma për vete dhe ka për t'i pagu. Jo, pra më mirë shko te natyra, e ke më të pastër, je në tokë, je në natyrë, ke një shenjë për ulta, ajo është më e fuqishme se sa shkosh tek ta mish ngrënësit që therin. Do të thënë janë kundra ligjeve natyre, janë kundra natyrës komplet. Do të thënë nuk e marr vesh, do të thënë kanë me gjaku atje që rrjet gjaku atje. Do të thënë është e ndodh natyrën. Afrodita dua të mbaj diçka. Po pastaj nëse ka njerëz që shërojnë ose kështu prej tyre, pastaj është punë tjetër, kontrata me xhindet, histori e gjatë. Kështu që duhet kemi shumë kujdes, sepse kur bën kontrata dhe kështu gjërash, faleminderit. Ose ka njerëz që shpëtojnë, ose më përpara ka patur shumë, për shembull, vitet 90-2000 plasi shumë në Shqipëri, këto njerëzit që dëshërojnë ose këto. Pra ti jep lek, jep një gjë dhe ajo do të shërojë. Domethënë ti ke një karma të keqe, një smundje ose diçka, edhe me lek do ta shlysh. Domethënë është absurde, është mashtrim. Sepse edhe në qoftë se ke shëron për momentin, pak, ajo do të rikthehet prap, qoftë në jetën tjetër ose pak disa vitesh, ose shëron fare. Pra, shërimi ndodh nëpërmjet punës, disiplinës vetjake, nuk ndodh nga këto njerëzit. Dhe këto njerëzit që shërojnë gjasme ose ka lloj, këto kanë marrëveshje me qenie të tjera të padukshme, xhindet, ka lloj gjënjesh të tjera dhe ato në fakt nuk e kuptojnë që këto njerëzit që merren me këto gjëra kanë kontrata, se më thënë me xhindet këto pas vdekjes do bëhen sklever të xhindit. Dhe xhindi, në bota e xhindit nuk është 100 vjet, është më shumë. Domethënë do bëhet sklav. Dhe nuk ka asnjë qenie hynore, asnjë zot që do të mbrojë sepse ka kry vet. Është një karmë shumë e keqe, po ato nuk e dinë, kuptohet. Ndoshta e mësojnë. Para se ditë vonë. Po, ka një pyetje tjetër? Po kam unë një pyetje. Po Anila. Po në qoftë se dikush ka bërë magji? Në qoftë se të kanë bërë magji dhe këto gjërat, shiko, në qoftë se ti lidhesh me natyrën dhe forcon ritëvedijen tënde, asnjë magji, asnjë xhind, asnjë qenie nuk guxon dot as ta afrohet.
sepse këto qenjet ose magjit ose këto i din rregullat hyjnore për vete. Okej? Edhe magjit prishin çdo gjë. Nga lidhja jote me nga lidhja jote hyjnore vetjake personale mund t'i fshish edhe magjit edhe këto gjëra. Në qoftë se punon me veten. Disiplina i qëndërzimit, për shembull. Po Brikela? Gjithmonë e themi për këtë gjëra, Zot na mbrojë, po e vure Zotin çfarën. Po. Diskutohet me njëra me thellë ndaj të natyrës ndaj Zotit. Po, ajo është. Gjithkohë do ndihesim mbrojtur. Atëherë të mbron natyra, universi. Ti e çto magji të këto gjërat, por nuk të mbron se dëshiron, por se e meriton. Po beti. Në duhet të lutemi për shpirtin e tyre që të përdojnë. Shiko, merru me veten tate, çdo qenie vazhdon udhtimin e tij, as nuk ka vdekje. Po, vdekje nuk ekziston, vazhdon, edhe ata njerëzit prindrit që kemi, apo stërgjyshrit, apo të diun, ata vazhdojnë ekzistencën e tyre, do lindin prap, nuk do rinë gjysh gjithë jetës. Kanë gjithë jetën, në qoftë se kanë lindur pra. Po, në një vend ku aty sipas universi e di, ka një trup tjetër, sipas karmave po. Tani, ti që të merresh me evolimin e tij, domethënë ti do marrësh përgjegjësi për veprimet që ai bën, për gjitha merremi me këtë që kemi. Merru me tuat. Gjithë secili ka energjinë, aurën e tij. Sigurisht nuk po them që do t'i injorojmë, edhe nuk do t'i do një kujtim diçka, sigurisht është gjë e mirë, por që të merremi me ta dhe për evolimin e tyre është argjim kohe. Po të themi të vërtetën apo do gënjejmë? Vërtetën. Po merr Petri për jashtë, ndoshta ka dalë një ver aty. Për uljen natyrës. Për uljen natyrës. Për shembull, kam studente lotososhën, kemi vite bashk, ato këto gjëra i din që shkuri për shembull, dhe duan gjëra më të reja, vazhdon, vedia nuk mbaron. Dituria hyjnore është infinite. Petrozhej quhen papërcaktueshmëria ose fizika kuantike. Pra dituria është infinite, nuk mbaron. Po nëse nuk ke diturin bazë, ke një themel të fortë. Nëse ke një themel të fortë, domethënë ke dituri të vërtet, jo mashtrime, atëre shtëpia që do ndërtohesh do jetë e fortë. Nëse nuk ke një themel të fortë, një bazë të mirë të vërtet, shtëpia do jetë si shtëpi letrash, ato dituritë e tjera që s'është mund të bie shëmbet. Kështu që sigurisht vazhdon. Dituria hyjnore është e pambarueshme. Mirë. Ka ndonjë dikush që s'e ka bërë? Kush? Ti që bën gregjishte, je muted dhe nuk të dëgjoj. Kështu që bëj ikonën e asaj. Ndërsa ti gjen ikonën. Po. Jam Adriana. Adriana? Ti quhet plani i ekzistencës që është sipër tokës. Pyetje mirë. Toka quhet bulok, kurse plani që është ekzistencë, pra kjo shifet sigurisht nëse di që është toka e shesh, është plan. Dhe bota sipër që është sipër tokës quhet, bota sipër tokës quhet buvarlok. Po. Aty është një botë, domethënë që mund të jetosh 1000 vite. Është koncepti i kohës në bota të ndryshme është i ndryshëm. Nëse një njeri kalon këtë botën këtu, kryen, evolon, shpirti i tij mund të shkojë te kjo botë, pa aty është pasmundje, pa probleme. Pak probleme që ka këtu në tokë, në këtë matrix ku jemi. Aty, dhe në aty mund punosh pastaj me evolimin tënd dhe mund të shkosh dhe në tjetër pastaj, ose në mbi të që quhet parajsa. Aty pastaj ke 1.000.000 vite apo ku sa është shumë. Nuk është, kurse ne kemi 100 vite, të paktën për njerëzimin që është tani. Jeta. Me probleme me hallën. Pra kjo quhet evolim, njeriu këtu kemi lindur
në mënyrë që neve të shkojmë në fakt atje. Ose mund të shkosh direkt për rajs, varet nga dëshira e volimi dhe puna. Dëshira është e madhe. Dhe një njeri nuk ka nevojë që të presit sa të desi për të shkuar atje, mund të shkojë duke qenë gjallë, duke bërë veprime këtu, duke evoluar këtu. Po kuptohet, do të kesh një guru, do të kesh lidhje kënore, do të kesh ushqime dhe dura, këto gjërat bazë. Shkojmë në janë loka. E një odje. Po, vajza me kaçmila që rregulloj, po, tani është e jotja, po? Desha të pyetje. Ky lloj meditimi, Një sekond sepse po tani. ky lloj meditimi, çfarë të përbashkët ka me fenë, me islamin, me përsërimin, apo çfarë të nxjerr nga kjo? Okej, dituria vedike që mësojmë neve këtu, tek meditimi Lotus Ocean, është vedike, është përpara se të krijoheshin fet. Përpara 5000 viteve. Në kohën kur ka qenë epoka e artë, njerëzit ishin të gjithë qëndërsuar, niveli i vetdijes ishte shumë i lartë, gjithë vegetarian. Pastaj kur dituri vedike do thotë kur dituria ishte një. Matematika, mitologjit, historia e vërtetë e njerëzimit, muzika, fizika, kimia, gjithë diturit ishin një, okay? Pastaj u krijuan fet. U krijua hinduizmi, budizmi, gnosticizmi, pastaj disa mistik, pastaj fet. Fet janë krishterizmi këto nuk janë 2000 vjet afërsisht. Okay? Muslimanizmi 700, janë 1000 me mik. Nuk janë të vjetra. Janë të krijuara, kurse dituria vedike që po flasim ne bëhet fjalë për parimet e pastra që janë të vërteta në gjitha kohrat. Jo kur një parti vjen edhe një parti tjetër ndryshon edhe një besim tjetër ndryshon. Dituria vedike ka shumë, ka astrologjin, ka diturin mbi yjet. Për shembull, dhe ajo është pjesë e diturisë vedike. Qëndërzimin, praktika e qëndërzimit që mësojmë këtu së bashku është një pjesë. Pra, po kjo deri në këto kohë ka qenë komplet në errësirë, sepse Islami thotë i fundit profet ka qenë Muhamedi, nuk do ketë kur do flasi, do thotë është mashtrim. Po, dëgjoj dhe ardhja, shiko, dhe fet kanë diçka të thash, një fen nuk mund ta krijosh nga hiçi. Okej? Për shembull, muslimanizmi ka përkuljen, për shembull, e ka rujt. Pra ka ruajtur gjithë fet, ka ruajtur diçka vedike të vockë, një çik këtu, një çik këtu, një çik aty. Për shembull, ngrënia e mishit të derrit, ato nuk e han derrin, për shembull muslimanizmi. Jo. Po han lopës. Mishi halal që quhet. Pra, domethënë e kanë shtrëmbëruar fare. Edhe pastaj edhe ardhja e një profeti, pak a shumë ardhja e Jezu Krishtit, ardhja e Jezu Krishtit dhe profetit, është e njëjta histori, po është thjesht ardhja e avatarit, për shembull. Okej? Çdo gjë shkon tek vedikja. Çdo fe, po ta analizosh, shkon tek vedikja. Syret, mantrat e janë apo jo? Syret. Jo, e thotë që në Islam thuhet ti lut vetëm mua, vetëm Zotit, Allahut, jo të tjerë, se nuk e pranon këtë gjë, ti lutesh natyrës apo këto di. Po e di, po nuk e pranon. Po atëherë ata që besojnë në këtë gjë, le të luten Allahut. Ku e ka Allahu? Ku e ke? Nëse se ke as natyrë, ku që ka ky? Edhe me qira fjala Allah do thot adhurimi për hënën. Sepse unë kam studiu fet. Është një perëndi përpara, sepse vendet muslimane më përpara ose këto arabe apo ku diun, ishin në vende ku ishte shumë nxehtë, ishte shkretir. Ishte aq nxehtë sa që ka vdisnin po s'kishte ujë ose kështu. Edhe nuk e kishin qef diellin, kishin qef hanën, sepse kur vinte nata freskoheshin dhe adhuronin. Ishte si perëndi. Prandaj turqit kanë hënën, ke edhe një yll. E pastaj muslimanizmi këto janë energjia vedike, është Shiva, perëndia e tre që ka hënën. E kemi edhe ne te xhubleta, sa për kuriozitet më përpara tyreve. Xhubleta ka një hënë, atë që mendosh ka një hënë? Për shembull, pra gjithë simbole dhe gjërat nuk është vetëm çfarë thuhet me pak fjalë në ditët e sotme për kthimin e Kuranit, por ka gjëra më thellë. Pastaj shkojmë tek dituria vërtet. Okej?
Okej, Afrida, faleminderit për çfarë deri tani. Unë doja të pyes, unë do isha shumë është një ndjesë e brendshme e interesuar rreth astrologjisë vedike. Po, Duke parë emrin kam një origjinë nga sanskrito, e kam rastësisht e kam parë aty. Okay. Edhe nuk e di se më inkurajozon mua apo më tërheq, nuk e di, domethënë. Nuk e di nëse ti në planet e tua ke ndonjë gjë rreth kësaj. Për çfarë? Për emrin? No, për astrologjinë vedike. Për astrologji vedike, unë merrem astrologji vedike është shumë është shkencë hynore. Sekton kam kërkuar libra dhe gjëra për ta lexuar vetë, por nuk është se astrologjia vedike nuk është në libra. Kjo është e forta. Edhe meditimi që bëjmë neve nuk është në libra. To janë dituri, domethënë, shumë meditimi që bëjmë këtu është thjesht sepse hynia, domethënë, është ka vendosur që ta mësojmë dhe kemi mundësi tani gratis përpara se të ndodhin gjëra të ndryshme, ti mësojmë çdo kush, nuk është nëpër libra, nuk është nëpër shkolla. Astrologjia vedike nuk njihet fare në Shqipëri. Jam unë që kam sjell, kuptohet, unë jam stërvidhur nga avatari sepse ai është themeluesi i astrologjisë vedike. Domethënë, ai është i pari që ka bërë librin me astrologji vedike me 27 yjesit, që në fakt ka mundësi që të vijë në Shqip. Është dikush që po e përkthen 27 nakshatrat. Në astrologjia vedike un kam vite dhe prap ka shumë gjëra. Është shkencë shumë, domethënë astrologjia vedike sqaron si lëvizin yjet tani që po flasim neve. Ku është, ku s'është. Edhe astrologjia vedike ka tokën e sheshtë, sa për kuriozitet. Pra e din lëvizjet e hyjeve, energji që të sjell tani, tek mendja jote është shkencë shumë e fuqishme. Po un kam bërë video për astrologjin vedike dhe kam edhe video për shkak çfarë është astrologjia vedike, që Afrodita Zaja ke plot. Gjëra të thjeshta sepse njerëzit nuk mund t'i japim gjëra të komplikuara. Ka dhe shumë gjëra më të komplikuara. Është matematika më e lartë, sa për kuriozitet, astrologjia vedike është hynore, sepse merret me gjeometrinë e shenjtë, lëvizja e yjeve, hënës sidomos, çdo minutë është me minuta dhe minuta. Astrologjia perëndimore që përdorin Meri dhe këto në Shqipëri, domethënë, do bie ajo, sepse është gënjeshtër. Ato merren vetëm me lëvizjen e diellit. Nuk merren me lëvizjen e hënës, që është shumë e rëndësishme, me planetëve të tjerë, ka shumë gjëra. Dhe unë në të ardhmen do kem studenta për astrologjin vedike, vetëm ata që do ta meritojnë, domethënë. Ata që s'kanë qëndrëzim fare nuk kanë shans, sepse do të kesh shumë vedije kështu për ta kuptuar një herë. Është shumë e fuqishme. Po. Dita, unë nuk e di kur kam lindur. S'kemi që t'i bëjmë, as unë nuk e dija kur kisha lindur dhe unë kisha problem shumë, por Piti, avatari, është shumë i fuqishëm, kuptohet, është i vetmi qenie që ka hapur syrin e tretë, avatari, sepse të hapur syrin e tretë bësh perëndi. Ai e pa me ai e gjeti orën time, kur kam lindur saktë. Ju tjerë s'kemi çfarë të bëjmë. Por astrologjia vedike dhe për ata që nuk e dinë dhe orën e saktë, ka disa mënyra për ta gjetur, për llogaritet. Astrologët që janë super të mirë që ka shumë pak në botë. Vedik. Rregull, pyetje tjetër? Apo i kemi kryer gjitha pyetjet? Urdhë? Do bëj për qershorin do bëj një video të saktë, sepse ma ka kërkuar shumë vete, se kam disa muaj që se kam për në fakt. Tash mos t'i bëj, po më vërsulën një ca veç. Po video për pitin po e bën Afrodita? Afrodita, video për pitin po e bën? Videon për kë? Prashantin, pra. Po, për ditëlindjen e Prashantit, po, dhe jemi duke e bërë, duke e përkthyer kaq çik. Ata që dëshirojnë mund të dërgojnë ditëlindje videot, mund të dërgojnë mua urimet e ditëlindjes. Ata që s'e kanë bërë. Mirë. Urdhë? Me Vedat, sepse në Egjipte, në piramidat e Egjiptit janë gjetur ato 10 pllakat apo. Po. Tableta. Esmeralda.
Thotin unë kam mësuar shumë nga Petri për thotin, Hermes Trismegistus se quajnë gjithashtu. Edhe fjala thot lidhet shumë me thot, ai tha, perëndia e fjalës ose energjia e fjalës. Egjiptianët edhe këto është thjesht vedikët që u shpërngulën në Egjipt. Në epokat e ardhme. Në epokën pas më vonë. Pra kishin perëndia Ra, shtjelli i tyre, Amun, që do thot Ajoum, përsëri etj etj. Por thoti është perëndia e fjalës. Çfarë kishe pyetje për thotin? Tableta, po. A ka lidhje me Veda? Po, ka. Është biles. Ka në dorë libri i thotit në PDF në internet. Dhe kur e lexoj, po nuk e kam marrë ala librin e Pitit, dhe thashë se nuk jam në Shqipëri. Kur të vinë në Shqipëri do ta marr, dhe aty është shumë e ngjashme domethënë me këto, me pikërisht me këtë që bëjmë neve. Ka shumë gjë sepse është vedike. Shumë e ngjashme. Po. Okej. Afrodita? Thuhet çka sipër, ashtë dhe poshtë. Çfarë është majtas, është dhe djathtë. Çfarë sipër është dhe poshtë, e kjo në fakt meqense bëri dhe Anila pyetjen e astrologjisë, çfarë është pra thoti, ato merreshin me astrologjin vedike në kohën e thotit, okay? Atëherë ato thoni çka sipër është dhe poshtë. Pse? Sepse ajo që ndodh sipër, yjet, lëvizja e yjeve, ndikon tek jeta jonë. Pra ajo që është sipër do të ndodhi dhe poshtë. Ajo që është poshtë ose ajo që është brenda është dhe jashta, sepse universi është fraktal, domethënë një pjesë. Po? Afrodita, të bëj unë një pyetje? Bojare, po? Ishte rastësore fjala që diskutuam tani për zotat në Egjipt, Amonin. Po. Mund të na shpjegosh pak, më erdhi si vetëtim në tru, fjalë emri Amon me fjalën Aman që themi ne në Shqipëri. Është e njëjta gjë. Aman, Amin, Amon. Are, Amon mo. Në Tiranësit. Domethënë, dhe në fakt, njohje. krishterët kanë Amin, pra në ditët e sotme quhet po është fakt Ajoum. Simboli, ai që ka kënduar Piti, edhe ajo lidhet me atë. Sepse m-ja dhe n-ja nuk të ndryshojnë. Njërë bëhet n, njërë m, njërë n, njërë m. Domethënë ne në Shqipëri e përdorim shumë vetë aman, domethënë edhe në shprehjet e përditshme aman ti me këtë gjë. Domethënë është një emocion. Ara diçka e lindur në atë vend që e përdorim aq shumë se përdor dikush tjetër të fjalësin e. Dikush tjetër kanë turke apo kujtun çfarë thon ta. Aman e shqip. Po bre. Është shumë vërtet, është shumë vërtet. Dhe Ajoum pra është simboli i krijimit të universit, kështu që është simboli i fuqishëm. Po e sakta është në fakt Ajoum. Që kanë bërë ditët e sotme. Më saktë pra të gjitha zanoret fillohet me A, që është A solare, është frym, bie fryma dhe M-ja është materie. Rënja nga frym në materie, ose rënja e frymës në materie, filozofët e shekullit 19 e përdorin shumë si shprehje, por saktësisht nuk e sqaron askush. Profesori Petr Zhe ka sqaruar në mënyrë matematikore simbolin e kodit nga E, rënja e kodit E në F. Okej? Okej, mirënjohje. Jo, për dita sa na përmbushe sot. Na ke marrë. Atina, për dita të përshëndes. Kënaqësi. Më pëlqyen që të gjitha pyetjet që bën shoqet. Unë doja të bëja një pyetje. Kemi folur për tokën, kemi folur dhe për qiellin dhe për yjet. Ekziston diçka tjetër poshtë toke? Po, janë. Dhe çfarë është ajo? Çfarë është ajo? Shiko, toka është e sheshtë e madhe gjigante, ne jemi vetëm në një pellk të tokës.
ka dhe botë të tjera. Sipër saj të sqaruam, kemi pra bashkë me tokën, kemi 7 plane ekzistence. Sipër, dhe kemi edhe 7 plane ekzistence poshtë. Pra gjitha janë 14 botë të mëdhaja, gjigande. Pra ke dhe botë poshtë, por nuk janë ferre. Ke 7 plane, ke janë thjesht botë. Si që kemi në botën tonë këtu, ke botë tjerë. Aty për shembull ka njerëz, ka qenie. Ka shumë qenie në gjithë universin. Qenie të ulta apo të larta? Ata dëshirojnë ndërrojnë që të lindin në tokë, që t'iken, sepse që të ngjitet më lart. Po, për shembull në mitologji toka ose Midgard. Kush ka parë? Dëgjuar. Midgard quhet mit, mes, toka është në mes. Okej, geocentrizmi. Toka është në mes, pra këto ndërrojnë që të vinë këtu në tokë, por jo çdo kush do lind. Në fakt këto kanë ardhur plot në këtë epokën e Kaliut, këto kanë ardhur ke këtu plot ke. Ose këto njerëz që merren me shumë teknologji, sepse ato kanë teknologji më të avancuar se ne. Sa ato bëjnë shumë lavdërimin për kulën shërbimin të qenieve më të larta, e din ligjet, okay? Ata kanë lindur këtu, thonë, ata janë drejtuesit në fakt në epokën e errësirës, sepse ata thonë ti mësojmë, ti bëjmë këta si dele njerëzit të vërtet, qenet me thënë që janë zemër mirë ose ata njerëzor, sepse ti je njerëzor është një titull i lartë. Jo të gjithë njerëzit këtu janë njerëz. Ti je njerëzor është titull i lartë sepse mund bësh ke një fazë tjetër i afër perëndive pastaj. Këto tani këto qenie të poshtë kanë ardhur lindur këtu dhe këto janë drejtuesat ke s'po i themi emrat. I ke dhe gjithë botën, kjo vlet për gjithë botën. Dhe bëhet dhe Gjermania dele, për atë, mos u mërzit. Dele. Dhe pastaj tani këto drejtojnë në mënyrë që sistemi kanë krijuar një sistem tjetër. Pra këto bëjnë që njerëzit shkojnë mos të respektojnë natyrën, të thyen ligjet hyjnore, sa më shumë të jetë mundur, ato gëzohen. Jo, sepse nëse ti shkon lart, ti nuk je më dele, nuk kanë sklever, duhen sklever. Sklever do të thotë marrë shpirtin tënd, thyesh te ligjet hyjnore, ose mësosh pas vdekjes, shpirti jot ulet, vish prap këtu me një trup më të keq, familje më e keqe, smundje, lloj-lloje gjërash. Pastaj tulesh prap, vish prap, e të bësh më keq. Kjo është qëllimi që mos të evolojë njeriu. Kjo quhet epoka e Kali Jug, epoka e errësirës. Dhe vetmja mundësi është që ti njeriu vet të mësoj, do vi pra epoka vedike. Edhe vjen një avatar për të shëmbur këtë sistemin. Edhe ky që drejton quhet pra, e kemi thënë më përpara. Pra është do fitojë mirë, as diskutohet, por puna është që njerëzit që janë këtu, qoftë dele, qoftë ata që bashkëpunojnë me këta, domethënë janë do zgjedhin tani duan këtë të mirën apo duan këta. Nëse duan këta, atëherë ka mënyra të tjera universi si e zgjidh këtë problem. Kurse njerëzit që duan të evolojnë, do i ndihmojnë, do i thotë, do i japin më shumë evolime kështu gjërash. Do fitojë mirë. Ata që do zgjedhin të mirën do fitojnë. Po, puna është që qeniet shumë nuk janë gati. Për shembull ka njerëz, për shembull nëse do jesh mirë ngrënës, do therrësh lopës e këto, nuk je vedik. Je me këtë grupin tjetër. Ka tani do ndahet. Do jesh vedik, domethënë do shkosh drejt hynores, apo do shkosh drejt errësirës. Si? Mërzitemi për të afërmit. Për shembull që nuk e kuptojnë që të shkojnë drejt hyjnores. Po të afërmit, prandaj na ndihmon shumë, unë jam një qenie, edhe të afërmit janë një qenie. Pra, nëse ti evolon merr me veten, automatikisht do të jenë ato të tjerë të ndihmon. Po nëse mendojnë vetëm të afërmit, atëherë ti nuk merresh me veten edhe harxhon kohën tënde. Nuk kemi shumë kohë. Po, zonja me syze. Jo, shumë nga gjithë pyetja që u thash dhe përgjigjen, shumë faleminderit. Ti të gjithë. Po kena ne pas po ka gati 2 muaj. Shumë respekt dhe gjithë mira ti fal Zotit. Ty dhe të gjithë njerëzit në botë
gjithë zemër mirë, atë zemër të keqe din vetë. Po, edhe një pyetje thjesht, kam pas bërë një radhë, një pyetje, ishin 2-3 seanca, kur shkon ke pendët e lutet për diçka. Qa fjallës më thuj? Të në patë e thonë, do ta thëm një radhë tjetër. Kur shon të pemët, çfarë fjalësh ti thuash? Po. Teret pak e bërë pyetjen përpara se të filloni me mantrat. Dhe tani përgjigjen e ke marrë pak a shumë tek seancat apo jo? Pra, e vetmja gjë që mund t'i themi natyrës, pemëve, luleve, qiellit është ose ti lavdërosh, ose thjesht të thuash mantrat që kemi mësuar së bashku, ose të mantrat pra parimet e pastra që janë të vërteta gjithmonë. Ajo është mirë të thuhet. Për shembull, të thuash unë jam një qenie, unë dua të mirën e vetes. Është e vërtet. Ato këto gjëra mund t'i thuash, qoftë në natyrë, qoftë në shtëpi, qoftë me pemë, qoftë pa pemë. Me balkon, pa balkon, gjithmonë. Ajo është më e mira për t'i folur. Në rregull? Okej, faleminderit. Afërdita, gjithë mirë. Afërdita, do të ketë një datë finale për shembull për ardhjen e avatarit? Avatari ka ardhur. Të shpallet komplet. Po, pas disa vitesh të gjithë në botë do ta marrin vesh kush është avatari, qysh tek, pse kush është, kush. Edhe ai ligu që ka ardhur nga bota poshtë, dhe ai që ka marrë pushtetën. Të dy kanë lindur në të njëjtën kohë, në formë njeriu, sepse kështu është rregulli. Në tokë duhet lindësh në formë njeriu. Të gjithë do e marrin vesh, mos ki merak. Biles ju jeni me shumë me fat, domethënë që i dini përpara këtë gjëra. Jeni Muhamet Rashim. Asnjëri nuk e di kush është, dhe do ta zbulojmë. Do ndodhin luftrat e gjëra dhe do ta shohim mirë. Në histori e gjatë. Okej, atëherë besoj kemi sqaruar shumë gjëra dhe kemi dhënë shumë sekrete. Grupi që është bazë i entuziastëve, avash do të flasim. Ata që dëshirojnë të vazhdojnë të seancat e avancuara do të më kontaktojnë mua privat dhe të thonë emrin mbi emri se unë s'mbaj mend fare. Se kur ke të bësh me shumë veta, me qindra njerëz, nuk kemi inteligjencë artificiale. Jemi natyrale. Emri mbi emri, jam këtu, isha tek ty, kam bërë seanca kaq, dëshiroj të vazhdoj tek seancat e avancuara, diçka tillë sepse grupi i avancuar në fakt po rriten shumë dhe unë do t'i sistemojmë pak. Edhe do të bëjmë ja vash do na thosh. Ka ti herë tekstin e ditëlindjes? Që do bëjmë video? Po, thjesht bëj një video për veten, regjistro veten, shit në Ryan, mirënjohje për atë që ti mendon që është mirënjohëse dhe u bësh 100 vjeç urime ditëlindjen. Kaq. Okej. Ata që dëshirojnë ta bëjnë sot, se nesër jo, nesër s'ka do na fati, nuk, sepse do dërgohet video nesër. Kështu që ata që kanë dëshirë mund të më dërgojnë mua sot. Një të shkurtër. Qofse dëshirojnë. Okej, atëherë. Kemi mbaruar, kemi sqaruar gjitha? Po, mendoj se po. Mirë, atëherë Tina. po, do ta lëmë edhe ty pyetjen e fundit fare, po? Të kam shkruar që dua të vazhdoj këtë meditim dhe kam vënë emër mbi emër. Patjetër, pa merak. Kjo ishte pyetja? E kam shkruar. Ma shkruaj edhe një herë tani që mbaruam sot që ta di që kush është me emër. Unë na njihemi, kështu që ti absolutisht sigurisht që do vish. Jemi e pritur. Në WhatsApp ti të bëjmë Afërdita. Aty ku ke po WhatsApp, WhatsApp më mirë sepse grupet e avancuara më shumë janë në WhatsApp, po. Kam edhe në Messenger ato që janë. Mirë. Okej, për qafim atëherë u kënaqëm dhe kemi sqaruar shumë gjëra. Kështu që kalofshi bukur. Edhe më dhe mesazhet mos i dërgoni në grup, por dërgoni privat, se në grup nuk arrit dot më i pa. Nuk kemi inteligjencë artificiale.
e thamë. Okej. Në se ka njerëz që nuk besojnë, nuk pranojnë, edhe neve klasë me të kërinë në Turin, nuk pranojnë asgjë. Ata që s'pranojnë, po, ata që, një sekundë, ata që nuk pranojnë, ose nuk dëgjojnë, ose nuk i pëlqen, do të thotë nuk është gati, nuk është pjekur. Nuk është gati. Lëre. Mirë, të mediat, të punojnë sa më shumë. Po unë kam bërë tek media, Peri Qavës, kemi bërë. Atëre dhe mediat në qoftë se nuk hapin diturinë nuk e ka dëshirën. Ka dhe karmat ato tyrave, kanë karmat, kështu që do shkatërrohen, do prishen. S'kemi çfarë t'i bëjmë, i zgjedhja e tyre. Urdhë? Mediat thresin më shumë me risheun, Jorgo Pullën. Po çfarë t'i bëjmë? Ashtu e kanë qefin. Të bëjnë që të duan tani. Mundësit i kanë. Në fakt kam qenë dhe kam filluar dhe na lënë dhe na dëgjojnë. Jo, okej, se në fillim fare ishte Afërdita, juve keni dhe 30 sekonda për të sqaruar një diçka që ishte për bukuroshën e Durrësit, atë tek Top Channel-i. Megjithatë mirë, bëre qave. Të ftojnë, mos të ftojnë, bëjnë çfarë duan. Mundësit i kanë, njeriu e kanë. Dituria është në Shqipëri, kështu që nëpërmjet meje sigurisht. Fal hijeshisë avatarit i tij. Kënaqësi atëherë për qafime, grupi entuziastëve. Mbaruam së bashku, do të shifemi tek seancat e avancuara me kismet. Mirë, kalofshi. Shqipnaraja në Afërdita, një njohje, Shqipnaraja.